Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut, do të flasim për situatën politike dhe atë që e pret Shkupin tashmë me erën e re, administratën Trump, por edhe zhvillimet e fundit në rajon. Për të diskutuar për këtë çështje, kemi të ftuar zotin Amir Shabani, njohës mjaft i mirë i çështjeve politike të gjeopolitikës, jo vetëm të politikës së brendshme, por edhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Shabani, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Zoti Shabani, cili është plani më aq sa ju keni kuptuar i Trumpit për Maqedoninë? Maqedonia, Shqipëria, Kosova, jemi një pikë ujë në oqean, por sido që të jetë, të mbledhura gjitha bashkë në Ballkan nuk mund të injorohen. Po, atëherë thot prej ndryshimit të them gjeopolitikës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot në raport me Bashkimin Evropian, lindjen e mesme, lindjen e largët, do të nuk duhet haruar edhe Ballkani perëndimor, qoftë sa i vogël është si rajon, mirë po ndërlidhjet tona me vendin pra përtej Atlantikut, pra që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi pasur edhe partneritet strategjik. Zgjedhja e presidentit Trump ka ngritur pak bujë tani do të thotë në këtë zgjedhjen e dytë të tij, për dallim nga e para, për faktin se në mandatin e tij të parë thotë nuk ka pasur kësi lloj turbulencash që po i hasim dhe jemi dëshmitar vetë thotë secili nga ne, që gati së dita ditës do të shohim diçka surpriza nga zyra ovale e Washingtonit zyrtar. Tani do të sa i përket raporteve, ajo që na intereson gjithmonë neve se si do të jetë tani ajo qeverisje e presidentit Trump në raport me vendet e Ballkanit perëndimor, pikërisht do të flasim për Maqedoninë e Veriut, Kosovën, Shqipërinë, Malizi, Serbia, Bosnia dhe Hercegovina, që do të thotë jemi me një status quo se çfarë më tej. Çështja e eurointegrimeve, çështja e antarësimit në NATO, normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, funksionimi normal i një shteti siç duhet të pretendohet të jetë pra Bosnia dhe Hercegovina, e cila përgjatë kohë ka pasur shtet për brenda shtetit, siç ishte pra Republika Serbe. Gjitha këto kanë mbetur paksa enigme momentalisht. Për faktin se çështja e tanishme e presidentit Trump apo përdorimi i metodologjisë në qeverisje që e ka tani, të duket kogja e habitshme dhe agresore, të them. Pse agresore? Flasim për një president i cili, siç thash në të kaluarën gjatë mandatit të tij të parë, nuk ka pasur luftra në rajone të ndryshme, kryesisht edhe në lindjen e mesme, cili ka qenë rajon ku vazhdimisht është përhapur ndonjë luftë. Pra qoftë në Irak, në Siri, në Palestinë apo kështu me radhë, janë zhvilluar pak a shumë disa konflikte në atë rajon. Në mandatin e parë të presidentit Trump, ky rajon qëndroi të themi pasor. Dhe presidenti Trump fitoi një bindje dhe një besim në arenën ndërkombëtare se është paqebërës dhe mund të parandalon konfliktet. Normal, me një lloj marrëveshje, unë e quaj marrëveshje klasike apo marrëveshje sikur ndodhin marrëveshjet në sektorin e biznesit, për atë se çfarë do të jap, do më jap. Po, me kompenzim. Dhe çështja e tanishme përveç se e ka, këtë, se do të siguroj paqen, mirë po do më japsh edhe diçka nga vendi yt apo X gjëra tjera, do të vendon edhe kushte të cilat janë pak të rëndësishme dhe mund të nxisin akoma më tej konfliktin. Shqipëria, qeveria e Maqedonisë së Veriut, vërehet se kanë një lloj afërsie me administratën Trump.